Rikthehemi dhe ndërkohë do të ndalim thash fillimisht tek historitë e vajzave të cilat sjellin traditën, po edhe në kohë moderne, edhe në këtë ditë ku sigurisht sfida duhet jetë shumë e madhe, duke marrë parasysh që çfarë nuk ofrohet, ka pafundësi produktesh, konkurrencë gjithashtu padyshim, po secili ka të mënyrën e tij, ka prekjen e personale për ta bërë diçka ndryshe, më të diferencuar, të dallojë. Mbi të gjitha duhet jetë edhe përkushtimi dhe vazhdueshmëria, të qenit të vazhdimisht aty për ta mbajtur gjallë dhe në jetë, pra atë punën tonë, artin tonë. Ta nisim së bashku bisedën, atëherë si thoni, në fakt je duke bërë ndërkohë një pjesë punimi, po e nisim me zemrën. Me një zemër roz të bukur, ku mes të cilave kemi dhe punime tjera do t'i shohim së bashku. Sa po e përfundove? E nise sot këtë? Sot në mëngjes? Po, kam vendosur gozhdat në mëngjes, se thashtu do bëj zhurmë dhe sikur nuk shkonte. Dhe perin e vendosa tani ndërkohë. Si është piknisja? Me sa dim, na ke thënë, është nga karantina. Po, në kohën që u mbyllen. Ishte koha e pushimit? Po, koha e internetit, e eksplorimit, e duke pa këto video që dalin, thasht pse mos ta provoj. Dhe duke qenë se bashortin e kam marangoz dhe kjo më ndihmoi. Në rregull, pas ka patur një arsye, po. Që s'më thot kur jo, në fakt, kur duam të provojmë diçka të re dhe provuam. Hera parë më ndihmoi ai, pastaj erdha si Blerina e sistemova vetë, se unë nuk jam një njeri shumë i durueshëm, por që duke këto do ndurim, dhe këto kam testuar vetë, në fakt, po. Dhe ja dola, bëjt sa punime shumë të bukura, për syrin tim dhe shpresoj që edhe për tjerët, por duke parë që më janë shtuar punimet, besoj që edhe për tjerët është një kënaqësi tjetër, kur marrin ca nga punimet e mia. Po mirë, dakord, në karantinë the po e provoj të bëj diçka. Cilat kanë qenë punimet e para që ti bëre, që mendoj se i ke bërë për vete një herë për shtëpinë tënde? Kam bërë emrin e djalit për shembull. Fëmijës tim me një foto poshtë të varur dhe emrin e fëmijës. Ai ka qenë punimi im i parë, nuk e kam sot me vete për çështje kohe, por që ai ka qenë punimi i parë. Pastaj fillova duke eksploruar, me arrit me pa veten se kë bëj dhe kë s'bëj. Çfarë mund të bëj? Po, avash avash. Bukur kjo me flamujt e Kosovës edhe i Shqipërisë. Po. Shumë të bukura. Mund të më tregosh përse i ke bërë këto, po themi ka patur një arsye, një shkak, një fest, kanë qenë dhuratë, apo thjesht doje të ishte diçka patriotike? Në fillimet e mia, unë kam bërë punime që t'i reklamoja, domethënë, edhe pa pasur një person që t'i shes. Pastaj duke i parë njerëzit në një faqe që kam në Instagram, aty kanë porositur. Për shembull, kjo është një porosi nga vajza për babin e vet. A pra, se jo nga policia. Ka pasur babin shef atëherë dhe ka porosit këtë punimin për babain. Ka marrë shumë kohë ai punimi. Ose e bukur dhe kjo. To me logo, me shqiponjen, me flamurin, marrin shumë kohë. Pas ke bashkuar. Por që kanë sy, kanë një sy ndryshe. Shumë të bukura. Një nga fotografit ishte edhe për një mami në pritje të ëmbël. Po. Kjo besoj ka qenë një nga momentet, parashikoj të paktën me çfarë vëre unë edhe në rrjetet sociale, po edhe dëshira që të gjithë ne kemi për t'i dhuruar dikujt diçka të veçantë ose diçka si më të personalizuar. Kam përshtypjen se ka qenë e kërkuar si punim. Po, një shoqe imja për një shoqet vete, një mami e re. Është eko e bebit. Ka bërë të dhuratën, po. Ta kam bërë me shumë dashuri, sepse ishte një mami që priste të bëj prind për shumë vite dhe ndodhi më në fund dhe kjo ishte një punim dhuratë shumë i bukur. Shumë simbol i veçantë. Absolutisht, edhe kujtim i mirë. Ke bërë ndryshime rrugës, se u bën ca vite që nga karantina, kështu që ke bërë ndryshime në mënyrën si punon? Në punimet në fjalë, thua. Po, për shembull, ke parë që mund të jetë nevojshme të shtoj element të tjerë të punimet, të eksploroj diçka të re, të ndryshoj ndoshta bazat, mos jetë drurit, jetë e bardhë, nuk e di. Ka nga këto eksperimente? Për të ngjyrat kam provuar vetë që të ofroj diçka ndryshe, një ngjyrë ndryshe ta përshtas me modelin e punimit.
por që kam mendu edhe këtë pjesën tjetër me i vesh me lëkur drasën, që nuk e kam bërë akoma, por që e mendoj të bëj. Duke shumë interesanta dhe me përvu vetën e ari unë do të tani të bëj. Se në fakt këtë po mendoja, që një mënyrë mund tjetë kjo, po një mënyrë mund tjetë që drasa për shumë tjetë një ngjyrë tjetër ose një copë, thjesht për ta përshtatur për shumë me interiorin, me ngjyrat që keti në shtëpinë tënde, pra ato normalisht do vendose në mur. Këtu është familja dhe ajo që ishte me gotën e verës ne e kemi në studio gjithashtu. Këtu kë kemi? Kjo është kolegja ime, se unë nuk merrem vetëm me këto punime, merrem dhe me dekore, por që dhe punimet janë pjesë e dekoreve dhe festave dhe gëzimeve, surprizave që qoj në përshtëpia, përdor punimet e mia bashkë me shoqen time dhe kolegen time. Mjetet që keti janë çekiçi? Kryesorja është një çekiç, gozhda, gëshër dhe pe, ose fije, dikush i thot fije. Këto duen se s'bën, pa këto s'bëj ma gjësht, kjo drasa bësh. Ke patur në pak talente dhe vetë në piktur, ka një nisje me vizatim që t'i japësh drejtimin më pas gozhdave? Po, për këtë thash më ndihmon bashorti, bëj gjërat bazike i bëj vetë, ndërsa ato që kërkojnë më shumë vizatim, që janë për shembull këtë, si vizatim më ka bërë bashorti, son se bëj dot. Dhe ti ke ndjekur linjen? Ndjek linjen, po, sepse nuk i bëj, jo të gjitha vizatimet i bëj. Bëj ca bazike, me shkronja, gjëra bazë. Po. Dhe unë ndjek linjen pastaj. Vendos gozhdat, ka një rende dhe gozhdat, mundon të mbajt njëjtën në parafërsi, edhe të Do ma tregosh pak atë me gotën e verës të lutem? Po. Ndjes, me qënë se jem afër. Kjo më duket pak më e komplikuar, prandaj po doja të ndalesha te kjo. Këtë unë e kam bërë për vete, edhe e hoqa nga shtëpia dhe e solla. E kem pak më nga kamera, po. Po. Me thënë drejtën po pishim një gotë verë me bashortin dhe thash pse s'po i bëj unë një punim tillë. Po, duke u mbushur gota e verës nga bashkëshorti, duke menduar pamjen e punimit. Dhe më doli punimi që doja, por ama nuk e nisën pas gotës së verës si punim. Ja, ose shkojnë gotat, shkojnë shtrembër. Të merr shumë kohë Blerina, sa do duhet? Për shembull për të realizuar gotën e verës, aq bukur, aq mjeshtërisht. Më merr kohë, por unë, si Blerin, duke qenë njëri me shumë pak dërim, me thënë të drejtën, mundohem ta filloj dhe ta përfundoj, se po e lash në gjys, hajtë se e bëj pak më vonë, nuk e bëj dot. Kështu që mundohem, një punim i tillë është i madh, dhe duke qenë se është i madh, më jep lehtësi. Punimet që janë të vogla, me shumë gozhda brenda, janë më të vështira. Pra, një punim i madh është pak më i lehtë për mua. Që do thotë, shkoj edhe vi si pas linjës më lirshëm. Punimet e vogla dojnë goxha kohë. Tani do të tregojmë pak atë që ke në krah, që ta shohin andej nga regjia, e lam kështu si surprizë për në fund. Okej, a e shkufjen? Ovacionin nga regjia? Se thash, ja, ne tani nuk dalim më në transmetim, se do rri aty, plani. Faleminderit. Është... Mendoj se kjo është një dhuratë shumë e këndshme për djemt të cilët e duan shumë futbollin, edhe në këtë rast është Milani, por mund të jetë çdo skuadër. Po, çdo skuadër. Kështu kjo duket më e vështirë nga violina dhe kjo më duken më të vështirat nga këto që kjo hanë më shumë kohë edhe se violina. Se është shumë e ngjeshur dhe ka punim mbi punim, ka pe mbi pe dhe don kohën e vet. Por që këto ecin më shumë. Pra janë dhuratat ideale për çunat. Se plasëm në gocat, vetëm dhurata, po ka edhe çunat që ju përshtaten. Po, më thënë drejtën më e vështira është për t'i bërë dhurat çunave, se sa gocave. Po pra. Gocave u agjen një dhurat të bukur. Çunave nuk di ç'të mendosh, por ja një me skuadër futbollit dhe ishte shumë mirë. Do të vazhdoj pak me Vitjolen, cila unë e kam zbuluar, nuk e mbaj mend sa vite ka. Po, 10 vjet, 19. E vërtet, aq duhet jetë. Ka qenë koha kur ti fillove të tregoje publikisht, veçanërisht në rrjetet sociale, në revistat kohës, që bëje këto punime. Është pjesë pasojë, po themi, e studimeve që ti ke bërë? Po. Atëherë, domethënë 9 ose 10 vjet, domethënë unë në shkurt bëj 10 vjet që jam zyrtarisht me pikturë në porcelan. Por përgatitja ime akademike vjen si piktore. Kështu që janë të lidhura të dyja rrugët, edhe domethënë nuk është se kam ndonjë ngacmim nga ndonjë gjë tjetër. Vjen si pasojë e një studimi afatgjat që vim deri këtu sot. Për shembull, kjo është perfekte.
në çdo detaj, në formë, në ngjyrim, në drithijet që i ke dhënë, ja të mundohem pak ta tregoj edhe te teleshikuesit. Atëherë, e veçanta e këtyre punimeve janë sepse i gjithë porcelani, i gjithë baza ime materiale është porcelani bardh. Do me thënë edhe nëse dikush sot vjen në studion time, do të gjej produktet porcelanit të bardha. Dhe veçanta është që personalizimi bëhet sipas kërkesës, do me thënë ka që i preferojnë dhe të bardha vetëm me një detaj të imët, por kryesisht më pas kalojmë në pikturat veçanta të porcelanit. Dhe edhe në rastin tënd ti personalizon, pra, secili zgjedh atë që do dhe madje kur them personalizim, nuk them thjesht dizajnin apo ngjyrat që dëshiron të ketë produkti, po mund të jetë shkruar dhe emri, mund të jenë detaje që janë shumë akoma dhe më personale, data ndoshta. Shiko, në 10 vjet është një laborator i madh idesh, punimesh, dështimesh, gënjimesh, arritjesh. Çfarë mund të jetë zhgënjim te puna jote? Zhgënjim mos realizimi ashtu siç unë pretendoj, sepse jam pak si shumë kritike me veten time dhe nëse s'është ashtu siç dua unë të dorëzohet punimi në fund, nuk dorëzohet. Shi sa e bukur është. Perfekte madje. E gjitha me dorë. E gjitha me dorë. E pikturuar 1 Do të thënë nga e bardh ti e shndërron në këtë vepër arti. Të zhdukur Shqipëria një treg i mirë? I vështirë. Fillimi nuk e mohoj që ka qenë i vështirë, por në momentin që ti arrin të kapërcesh disa faza, disa kufi, arrin në një standard ku e ke piketuar që në fillim ku do të arrish. Kështu që unë do të thosha ishte një fillim i vështirë, por që jam e kënaqur. Më qëndroni pak, dua t'i shohim një fotografit se unë Vitiolën e ndjek sa shpreh prej vitesh, nuk e kisha takuar kurrë personalisht, e njoh vetëm nga rrjetet sociale, por ja kam dashuruar gjithmonë postimet. Do të thënë punimet e saj për mua janë të pakonkurrueshme në Shqipëri, absolutisht, po ndoshta edhe në botë. Shikoni pak, të gjitha këto janë të realizuara me dorë. Piktura fantastike. Do t'i kthehemi pak setit të pjatave, meqense jemi në periudhën e festave të fundvitit. Edhe shtrimi i tryezës është një nga gjërat që ne duam ta kemi sa më bukur të realizuar në këtë periudhë. Ja këtu, kjo është një ide, sepse ka ngjyrën e kuqe dhe të gjelbër. Por normalisht mund të luhet akoma edhe më shumë me detaje të tjera. Patjetër, ka shumë që edhe guxojnë tek e zeza. Po, kam një set për momentin në duar që është me kaproj e mbajtur bardhë dhe zi. E gjitha, totalisht. Interesante, sepse kanë dekoruar ashtu. Që guxojnë, do me thënë, prandaj them që e bukur e këtyre punimeve janë sepse vinë sipas kërkesës. Në momentin që ti vjen sipas kërkesës, do me thënë është unike, nuk ke se si të jetë në njësoj në një tryezë tjetër. Ka dhe shumë sete që pëlqehen. Dhe kam dhe njerëz që thonë të lutem mos e nxirr punimin tim sepse nuk dua të ma shikojnë, dua unik. Që mos kopjohet, ë? Mos kopjohet. Po, a ka patur ndonjë porosi të cilën ti e ke parë si shumë të pamundur ose të vështirë për të realizuar? Apo nuk ekziston një gjë e tillë? Shiko, do duke modeste, por në momentin që ti je përgatitur mirë nga ana akademike dhe piktura është baza ime, mua nuk më tremb. Patjetër që vim në një pikë që takohemi me klientin, që të gjejmë një pikë të përbashkët nëse shikojmë në një detaj që nuk mund të jetë ashtu siç duhet, por kryesisht jo, nuk ka pasur, do me thënë ndonjë punë që të them me ta realizueshme. E veçon ndonjë prej tyre edhe pse ti ke pafund, nuk e di, po. Shiko, setet e dasmave, që janë dhurata për dasmat, janë ato më uniket, sepse janë ato ditët emocionet e ngarkuara dhe personat që vinë t'i bëjnë këto dhurata. Mua më pëlqen dhe të bashkëbisedoj sepse ka një emocion, ka një ngarkesë pozitive që ata ta transmetojnë dhe nuk e kuptojnë që janë burim frymëzimi. Do me thënë, çdo fjalë, çdo bisedë, çdo kujtim që ata më sjellin është një detaj për mua që unë ja shtoj punimit tim. Vitiolë, ti punon çdo ditë, e ke të nevojshme duke qenë se ti je artiste, e ke studiuar, e ke të nevojshme çdo ditë të merresh, të punosh, të krijosh pra artin tënd, apo varet sipas porosive që ke, sipas frymëzimit, se është vërtet frymëzim. Atëherë, patjetër që është frymëzim dhe unë do shkëputem një moment të them rrugës që po vinim tani për në studio, ishte një kaos autostrada dhe thosha si ka mundësi që dikush të frymëzohet ose t'i ke në punë, në studio, kudo, do me dhe të ketë atë energjinë e mirë mbas gjithë kësaj ngarkese që merr.
Dhe të them të drejtën, ka momente që dhe domethënë nuk e ke atë energjinë se jemi njerëz, kemi përditshmëri të caktuar, por një 4 orarësh në ditë për mua është e padiskutueshme. Dhe është maksimumi apo? Jo, është minimumi. Minimumi. Për shembull, sot e kam mbyllur në orën 2 të natës studion, sepse më duhet të zgjohesh aherët në mëngjes për të ardhur. Por periudha e dhjetorit njerë nuk diskutohet që ka orare shumë të zgjatura, po edhe gjatë vitit, që mund të jetë relativisht më e qetë si situatë. Me thënë, po, 4 orarësh është minimumi. Në dhjetor i zgjedhin edhe si dhurat, pra janë porosi për dhurata dhe ndaj ka dhe më shumë fluks. Janë porosit e dhuratave, janë setet e tavolinave, është një ngarkesë shumë e madhe. Unë mbaj mend nga fotografitë e tua që po unë nuk ja di emrat atyre pajisjeve, është një pajisje e madhe pjekeje, fura që ti përdor. Ajo është e veçantë, po themi, si që e pjekin në studion tënde për të kuptuar pak a shumë. Jo, patjetër. Nëse mund ta them atë nivelin e profesionalizmit në pjesën e realizimit, sepse piktura është e padiskutueshme që ti je artiste me atë madhe. Po për atë saktësinë e jashtëzakonshme që kanë qenë 3 produkte preka tani në duar dhe them wow. Do të thonë unë këtë mund ta kisha bler në ato dyqanet e shtrenjta me porcelan. Aq të bukura janë. Atëre, kur kam filluar në fillim, patjetër që bojrat më kanë ardhur nga Italia, në baza e bojrave. Kurse porcelani e kam blerë në Shqipëri. Dhe nuk dua të bëj më, po kishte diferencë shumë të madhe. Ecjet, këtu kanë filluar ato zhgënjimet e para, dështimet e të tjera, sepse baza ku punon është kyçi. Sot që flasim, mbas kaq vitesh eksperiencë, porcelani blihet në Itali, në studiot më të mira të porcelanit, boja gjithashtu dhe fura e pjekjes që është apostafat për porcelan. Domethënë dhe gradacioni, sepse janë procese të punës që janë që të dali ajo boj me atë lustër e me... është fikse, pra, nuk mund të janë çdo gjë, po. Lojra, po themi, për të arritur rezultate. Shiko, unë kam një të keqe që o marr më të mirën ose marr fare. Kështu që... Dhe punimet e tua e meritojnë të bësh më të mirën, se ti ke një saktësi, një përkushtim, është realisht çdo gjë aq e bukur, mendoj se edhe nga fotografitë është shumë e qartë, për ata që po e ndjekin nga ekrani këtë bisedë, për mirë unë që i kam këtë dhe i shoh nga afër, po ju nga ekrani besoj arrini ta kuptoni se sa të bukura janë dhe sa të veçanta janë. Të gjitha. Nuk mund të dallosh asnjërin prej tyre, thuash kjo është pak më mirë se kjo. Janë të gjitha shumë të bukura. Do të bëjmë një shkëputje të vogël publicitare dhe më pas do të vazhdojmë të flasim për gjëra të tjera të bukura që kemi këtu. Qëndroni me ne.